Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se erdhe në kanalin tim. Dita sot është e mbushur plot e përplot me shumë gjëra dhe thash që do t'ju marr me vete. Sot është 5 mujori i Kian. Nuk e besoj dot që djali më rritë më bë 5 muaj. Më duket sikur koha ka fluturuar dhe kam humbur shumë gjëra, paçka se gjithkohës kam qenë me atë dhe kam shijuar çdo gjë. Prap kam ndjesinë që nuk kam shijuar sa duhet. Kjo që nga mëmësia. Djali u bë sot 5 muaj, 23 është data që po e xhiroj videon. Dhe unë kam shumë gjëra për të bërë. E mira është gjithë këtë javë do ta kem Shtefan pushim, sepse nesër na vjen babi Shtefan. Kështu që unë do përgatitem sot pak për vjerin, do përgatitem t'i blej Kianin ndonjë gjë për të bërë fotot. Edhe jam pak emocionale. Gjithsesi, hajdeni me mua, ditën do ta fillojmë duke shkuar te kursi i rikthimit të trupit pas lindjes dhe pastaj do ju marr me vete gjithë ditën. Fillojmë ditën me kursin e ndërtimit të trupit. Jemi këtu tek salla. Ora është 10 dhe sapo të mblidhemi të gjitha vajzat do filloj. Më mirë po i heq çorapet që të kem këmbët më të afta për mos më rrëshqitur. Edhe voilà, fillojmë. Jemi diku tek 10 goca këtu. Ajo zonja mamia që na bën kursin, dhoma shumë e bukur. Dhe është hera e 6 që jemi në kurs. Kemi dhe 4 të tjera. Pastaj ushtrimet mund t'i bëjmë edhe në shtëpi. Sapo përfundova kursin. Sot është data 23 shkurt dhe është për mujori i 5 të Kianit, pra në datë 23 shtator ka lindur, sot bën 5 muaj. Kështu që duhet t'i bëjmë fotot e bukura. Unë kam disa veshje të bukura në shtëpi, por dua një të re. Një. E dytë e punës, nesër, datë 24 shkurt, është datëlindja e Shtefan. Kështu që unë ja kam bler një dhuratë kur ishim në Malt, shkuam në një nga dyqanet e tij të preferuar dhe blevi çaj deshi qefi dhe unë i pagova. Mirëpo dua edhe një detaj për nesër, kështu që do shkoj në një vend t'i blej një dhuratë, por nuk do ja tregoj sot, ja u tregoj nesër, se edhe nesër do bëj vlog duke qenë se është datëlindja e Shtefan. Gjëja e tretë është që neve sot na vjen babi Shtefanit pa vjerri. Vjen vjerri dhe do rinj jap tek ne. Kështu që do shkoj të blej disa gjëra për të gatuar një ëmbëlsirë për vjerrin. Patjetër që edhe mund ta blija shumë kollaj. Mirëpo mendoj që gjërat që bëhen vetë, edhe ai e shikon që unë jam munduar. Si doj që dalë ëmbëlsira e bër vetë, unë mendoj që shumë herë më e mirë, më e shishme dhe më vlerë se që ta blija të gatshme. Kështu që do blej dhe gjërat për këtë gjë. Do me thënë, gjëja e parë, do shkoj se jam në qytet tani sa mbarova kursin, do shkoj të marr dhuratën e Shtefanit, një dhuratë të vogël. Nesër do marr në telefon që të rezervoj dhe një vend që të ham nesër mëngjes për datëlindjen e Shtefanit jashtë. Por do t'ja u tregoj në datëlindjen në videon e nesërme, në vlogun që do bëj nesër për datëlindjen e Shtefanit, që si do t'ja kaloj. Pastaj do shkoj, siç thash, të blej për Kianin ndonjë veshje të bukur që të bëj foton e 5 mujorit. Na vjen dhe vjerri sot dhe mbase i bën edhe ai me foto profesionale të bukura, mezi pa më pritet. Më duhet të blej edhe një mbrojtje për dyshekun të vogël, se nuk kam për vjerrin, që do flen e divani i ndenjes, i dhomës së ndenjes. Edhe gjërat për kekun, për tortën, këto më duan. Kështu që shkojmë. Kiani është me Shtefanin në shtëpi, po unë nuk do marr shumë kohë sepse nuk mund të rri më shumë se 2 orë larg, nga që ai nuk pin më beberonin, pin vetëm gjoks. Vetëm qumësh këtu. Kështu që ikim dhuratën e Shtefanit në fillim në qytet. Me shpejtësi super të madhe, po shkoj te dyqani për t'i bler Shtefanit dhuratën, të paktën e di fikse se çfarë do t'i blej. E kam idenë, kështu që nuk është se do harxoj shumë kohë. Tani po shikoj që Shtefani më dërgovi një voice, kështu që besoj mbase më ka thënë që mos u vono se Kiani po fillon të grindet, ose më ka thënë që Kiani po fle, merr kohën tënde, do ta dëgjoj më vonë.
Nëse duhet të shkoj patjetër në shtëpi herët, do ble vetëm dhuratën e Shtefanit tani, do shkoj në shtëpi dhe gjërat e tjera do t'i blej më vonë. Nëse më ka thënë Shtefani që merr kohën tënde, do t'i blej të gjitha gjërat njërësh edhe mbaroj punën një herë mirë. Koha shumë e bukur, kështu që patjetër që do dalim me Shtefanin sot, të bëjmë edhe disa foto të bukura me djalin për 5 mujor, mbas edhe një video të shkurtër, mezi po më pritet. Edhe kështu, kursi i trupit shkoj shumë mirë, nuk e di njerëz, po ndonjëherë këto ushtrimet që duken si ushtrime, qa mund të më bëj mua ky ushtrim, ndjehet veprimi tyre në barkë edhe kudo, edhe vërtet që është një kurs shumë e mirë, pagohet komplet nga sigurimet, edhe më pëlqen. Ushtrime do doja që t'i bëja edhe në shtëpi, po në shtëpi kam downloaduar një app, shkarkuar një app që quhet Better Me, sepse nuk i mbaj mend të gjitha ushtrimet që bëhem këtu, dhe më vjen turp të hap telefonin dhe t'i regjistroj të gjitha. Kështu që ky aplikacioni po ashtu më duket i mirë. Po ja u lek këtu si screenshot që ta keni, është me pagesë, por çdo gjë është me pagesë sot. Kështu do vajta të dyqanit ku të blej dhuratën e Shtefan, edhe pastaj me vrap në shtëpi. Okej, sa gjërat mira që paska, po unë sot do përqendrohem vetëm te dhurata e ta. Dajna zonisht me alire shtim. Dhurata u ble, edhe ma paketuar, kështu që nuk do lodhem fare. Dhe më dhanë edhe dhurat një serum. Nuk harxova shumë kohë. I bleva fiksa të gjën që doja. Mund ta merrni me më të çfarë, pak a shumë se e dini se ku isha. Por gjithsesi nesër do ta çpaketoj Shtefani. Tani Shtefani është në supermarket me djalin. Ky ishte mesazhi që më kishte dërguar, që mund të shkoj direkt tek supermarketi dhe t'ju bashkojmë atyre. Dhe unë dua 10 ose 15 minuta derisa të shkoj tek supermarketi. Kështu që mbase jari, mbase jo, qoj. Rëndësi ka që leva dhuratën, sado që unë ja kisha bler dhuratën para prakisht Stefanit, i thash që kjo është dhurata e datëlindjes, merr çfarë të duash në malt te dyqani, dhe ai mori një pal pantallona, 2 golfe dhe një xhaket. Tek firma Dane John, është një firmë që është made in Italy dhe na pëlqen shumë. Shikoni se e keni dhe në internet dhe ka gjëra shumë të bukura për çuna, shumë elegante. Por tani për datëlindjen patjetër që duhet dhe një dhuratë e voçkël dhe do paguaj edhe nesër mëngjesin, kështu që më shkovi saqimet e kokës. Po ç'të bëjmë që e kam burrin e mirë edhe e meriton. Tani po marr në telefon restorantin edhe të rezervoj për nesër. Nuk më besohet që kemi sot pak diell në Gjermani. Tani që hapa kamerën iku. Nuk më besohej para disa sekonda që kishim diell. Mirë bëra që nuk e besova se ja iku. Sa po fola me Shtefanin në telefon, ata kishin mbaruar blerjet. Unë po i hedh një makinës një qik naft, se kam shumë pak. Ma ndezi lambën, se këtë makinë nuk është se e përdorim shumë. Se nuk punon. Okej? Edhe njerëz më besoni, mora Shtefani në telefon ta pyesja, a ka makina benzina apo naftë, se nuk e dia. Dhe kur hap tani këtë kapakun, këtu lexon diesel. Sa ignorante që jam. Do me thënë, unë jam e para që nuk duhet t'jem seksiste dhe duhet t'jem feministe. Mirë, po nga makina mund t'jem vetëm unë, ose ne vajzat kemi më pak ide se sa çunat, dhe besoj që është okej, se jemi në gjërat e tjera më të mira. Po, përsa i përket makinave, të marrë burin të pyes që ka makina benzina për naftë, se gjithmonë i hedh ai. Gjithsesi nuk e prisha, i hodha naftë. Do ta kisha zbuluar dhe pa ma hapur ai telefonin, do e kisha parë diesel unë, po isha për taxe. Kështu që i futa vetëm 10 euro sa të eci këto kohë, se nuk e përdorim shumë këtë makinën. Edhe po paguaj dhe pastaj do takojmë te kafja me Shtefanin, do pim kafe.
Wow, è una cola flash. Sa po arritëm te kafeja dhe kemi marrë diçka për të pirë, ndërkohë që Kian po luan me shishen e kolës. Luan. Dhe po tentojmë që avash Kiani mund të qëndroj pak ulur me pak mbështetje nga mbrapa. Edhe po tentojmë që ta ushtrojmë. Na do ngrihemi tani, po lullën. Pastaj do shkojmë të vazhdojmë me blerjen. Sa po erdha në supermarket të blej gjërat që më duan për të bërë tortën, po mendoja që ta bëja vetë atë pjesën e kekut të tortës, domethënë pjesën e bukur, por pastaj po mendoja pse ta lodh veten unë, kur mund ta blej të gatshme dhe bëj vetëm kremin. Jo për ndonjë gjë, se bëhet ajo buka shumë e thjeshtë është, por ajo receta që unë kam duhet të rrinë disa orë në frigorifer ose 24 orë që të jetë e butë, bla bla bla. Unë nuk kam kohë tani që kam djalin. Ndonjë tortë tamam nga fillimi do ta bëj kur ta kem djalin e arritur ose në kopër ose ku dëgjon. Tani pse të harxoj kohë? Kështu që po vi këtu edhe po e marr një të gatshme si këto. Do shikoj se cila më pëlqen më shumë. Me çfarë shi e ka, edhe shiko, ja, kjo për shembull, shumë e mirë. Marr këtë, edhe e kam gati dhe bëj vetëm kremin. Voila, iku. Kështu që po ju tregoj çfarë po marr. Edhe në shtëpi pastaj do ju tregoj si do ta bëj tortën. Kremin unë do ta bëj me djath të freskët edhe me këtë që mora këtu. Kështu që mora 2 djath Philadelphia dhe tani më duhet vetëm çokollatë e bardhë që ta shkri dhe t'i jap sheqerin. Këto janë produktet që mora. Kjo këtu, koca e mora, ishte 4 euro, por nuk e di, ma tha truri. Kështu që ta zbukurojmë tortën, se a do na dali gjë nuk e di, çojmë. Sa keq që pas kam flokën. Dalesa e radhës është tek dyqani Kik për të bler një mbrojtëse dyshekësh dhe një veshje për djalin. Flet ve rripin tani, kështu që ik. Këtu shpresoj të gjej një veshje të bukur për Kian edhe për dyshekun. Për dyshekun mjafton të jetë një veshje, s'ka rëndësi të jetë e bukur. Inshallah, sepse këtu ka kohë që s'kam parë veshje të bukura për fëmijë. Duket sikur nuk kanë marrë me kohë furnizime. Kian, si mendon ti, do gjejmë diçka të bukur? Ja, për shembull ti kishte edhe pantallona kështu, po ka vetëm bluzë. Oj, po këto pantallonka që kanë të bukura më. Po ky numër nuk na bën më. Nuk kishte në fakt gjëra shumë të bukura për fëmijën, por gjeta diçka shpejt besoj sa për të mbyllur punë. Nuk e di pse nuk kishte gjëra shumë të bukura. Po, okay. S'ka problem. Marrim ato që gjeta, një palpaliceta edhe një kapele për të bërë foto të bukura edhe të mbrojtëse. Tani do ikim te shtëpia. Danke. Për tortën, do na duhet kjo gjëja e gatshme, kështu duket, e ka marrë te Kaufland, drejt që ka perfekt, që ka dhe e prerë me 3 pjesë. 3 pjesë do ta bëj.
Për kremin, unë do përdor çokoladë të bardhë dhe krem djathi nga kjo Philadelphia, po jo e kriposur ose me ndonjë erës. Kam një sheqer vanilje më shumë për aron dhe kam këto për zbukurime dhe boronic. Kam marrë një sheqer pudër, nuk e di nëse do më duhet. Kurse mendova për atë pjesën e zbukurimit, sipër që t'i bëj këto gjërat kështu, është e gatshme, kështu duket. Nuk e di se si do më dali. Kështu që vura ujin të zihet dhe do shkryj çokoladën, njëkohësisht do hedh edhe këtë Philadelphia këtu bashkë me sheqerin vanilje dhe do e provoj. Nëse ka nevojë për pak sheqer, do t'i jep nga ky sheqer i pudër, jo sheqer sepse këtu e trash. Kështu, le të fillojmë. Shpresoj që do nxjerr diçka të bukur. Tu do marrim Philadelphia. Ky kremi është shumë i mirë sepse është një ndërthurje e pak e kripur dhe e ëmbël, mua më pëlqen shumë. Nuk do t'i jetë fare sheqer, edhe kjo është përfundimi i kremit që do ta vendos në shtresat e tortës. Pastaj kremin tjetër do ta përdor për ta zbukuruar sipër. Tani do vendosim shtresat dhe pastaj do vendosim kremin po i. Stresa e parë. Kremin mora një gotë qumësht, po e përgatit të ky tasi sepse me krem është dhe do t'i hedhim të gjithë këtë pluhurin e tortës. Fillimisht do ta trazoj me shpejtësi të avarë dhe pastaj me shpejtësi të shpejtë. Po përdor këto, duke qenë se edhe këto me krem janë, që mos t'i lajmë. Oh. Jallit. Do ta lyej tortën komplet dhe kremin që do bëj lulkat do t'i jep pak kakao që të kemi një diferencë midis lulkave. Atëherë e hedhim kremin dhe e përhapim. Pastaj do e futim në frigorifer që të ngrijë edhe voilà. Tani këtë kremin do
tek qesja këtu, duke shpresuar që do më dalin lulet ashtu si se kam në mendje unë. Tani do bëjmë këto zbukurimet. Me që kam kështu, do bëj edhe një në mes, do më bës të lulet, po bëj edhe kështu anësore, apo ta bëj kështu më mirë. Bravo. Se dhja do më dalë, e ku ta kotë më duke. Dhe nga një boronit këtu të këto gjërat. Me qënë se më ngri krem, po e vendos edhe komplet anësore. Dhe ta bëj komplet anësore në gjërë kafe, me kakao. Në base thjesht do ta drejtoj pastaj. Torta është gati, doli shumë e bukur, me shumë dashuri e bërë dhe kur të vi vjeri e kemi gati. Tani do pastroj kuzhinën, djali po flej jashtë në korridor, kemi vendosur kamerën. Edhe do ju tregoj se çfarë outfiti mora për djalin. Torta ishte shumë e thjeshtë dhe është shumë e mirë. Mezi po më pritet ta ha, do ta fut në frigorifer tani që të ftohet pak. Shumë e mirë. Më lumshin duart. Këto paliçetka këtu bleva për Kian. Luk. Edhe këtë kapelen këtu. Të paliçetka, daman nuk e dia do t'i bëjnë, po më duken shumë të mëdha këtu, gjithsesi janë numër 74. Kështu që le t'i shikojmë. Do ja provoj njërë dhe shpresoj që të... Atë veshja që kisha bler për Kianin për 5 muaj ishte shumë e madhe dhe ndonjëherë veshjet janë shumë të çuditshme sepse i njëjti numër badit që ka i rinë shumë të vogla, kurse të njëjtin numër i bleva paliçeta i rinë të shumë e madhe, kështu që nuk e bleva, si të thuash, nuk e bëra foto me paliçeta që kisha bler. Bëra foto me një veshje që ai e kishte, ja do t'ja vendos një foto këtu që ta keni idenë se çfarë po flas. Dolën fotot shumë cute. Edhe Kian e mbajti në dorë vetë etiketën e 5 javorshit. Tani burri im i dashur po më bën për të ngrënë. Çfarë do na gatuash sot, Stefan? Shikoni. Makarona të gatshme. Me ujë. Makarona me ujë. Aziatik, se profesionist. Profesionist aziatik, si puna ime, ja. Thjesht po i hedh ujë, ja hedhe plastikën brenda, ha? Kjo është sekreti. Po ham diçka të vogël se kur të vi babi Stefan, mami Stefan ka gatuar një specialitet të preferuar të është grumkoll, specialiteti i veriut, i Gjermanisë së veriut. Me vërtet? Okay. Jo i Gjermanisë në përgjithësi, po i Gjermanisë së veriut. Quhet grumkoll, lakër jeshile dhe është me salcice derri ku dëgjoj unë, po Stefani ka shumë qef. Besoj nga që ka edhe nostalgji se i kujton vendlindjen. Dhe mami Stefanit e ka bërë gati, e ka gatuar dhe ja ka dhënë të jatit me vete. Kështu që kur të vi jati Stefanit do t'i sjellë gjën për të ngrënë. Prandaj ne po ham vetëm diçka të vogël, duke qenë se jati Stefanit është dhënia 2 orë larg, besoj. Edhe po na ka puria. Kjo këtu është një diçka thjesht shpejt, janë të gatshme, i hedh vetëm ujin. Stefani po bën tani si po bën ndonjë gjë shumë të madhe, kupton, kështu me delikatesë, por është gati, është thjesht për t'i hedhur ujin. Do ham këto. Fotot i bëra, tortën e bëra, gjitha punët i kam bërë sot. Dhe të presim vetëm Jerin që të vije, ka nuk e plotër shumë. Ne mbarua me darkën dhe për ta mbyllur videon doja t'ju tregoja se kam bler disa gjëra në Kotian.
bler disa gjëra që do më duan për më vonë dhe tash t'ju tregoj për ta mbyllur videon mirë e bukur. I kam marrë masa 74, sepse Kian është 68 cm për momentin. Dhe kjo është masa e radhës, sepse 68 i rrita një më e thonë, e vogël, zotin, shikoni. I ka marrë këto këpuckat, e di që fëmijëve mirë që t'ja u lësh këmbët që të ndjejnë gjithçka, po për shembull Kiani nuk është se ecën akoma i ri në prerin tonë, kështu që nuk e di ata t'i bëjnë se që nga shumë të vogla. Këtu kem pak të vogla, po duhet t'ja provoj kur të ketë veshur çorapka, se tani nuk ja provoja dot. Dhe ka marrë disa gjëra që të bëja t'ja vishja kur të shkonin mbasi në pushime, disa gjëra të lezetshme. Shikoni, këmishka këtu e bardhë, që nga këmish nuk që nga bardhë, sa i natë. Ishte bardhë, do ishte super, edhe këto pariqetkat këtu, të zeza me këta arushin këtu. Nuk i qënë kanë material shumë i mirë, unë ja ka marrë për 74 që thash 9 deri në 12 muaj, sepse Kian është një baby ma. Materiali nuk qënë ka vajtë mirë, po ta shikon, sepse për ndryshe do t'ja provoj dhe nëse nuk do t'ja kthej. Ka marrë 2 badi që janë golfe, shikoni sa të mira. Edhe unë i kam fiksim për shembull këto golfet edhe për Stefani dhe këto që kanë edhe super të buta që do jenë edhe super të ngrohta dhe prap i kam marrë pra masën 74, 9 deri në 12 muaj, paska se Kiani është 5 muaj bën për 6, por është një bebë, mashallah. Kjo këtu është një mbrojtëse për karike. Shikoni, ullet fëmija kështu, edhe me dosët e karike, për shumë kudo që je në një restorant, nuk e merr dot stolin me vete, nuk ka stol në restorant, sepse Kiani akoma nuk mund të ullet dhe është kjo këtu, që duhet ta zbulojmë se si funksionon. Por, futet fëmija këtu, edhe kjo kapet tek karikja edhe të ta marrë me vete kur shkojnë në Shqipëri, që të ri atje tek mami. Po kjo çfarë është kjo? Oj, kjo është, okay, da ta hap. E mora për në avion, sepse kur ne udhëtojmë me Kiani flete krau im dhe herën tjetër që ishim në Malta bëri krau në copë, edhe këtu mund t'ja vendos kokën. Edhe krau im nuk lodhe, do më thënë është si një mbështetëse, është goxha e butë, edhe mora për 4 euro, pra vendos këtu, Kiani pi, edhe flet këtu. Ai beret për ti shka për relation. Shikoja, shiko sa e bukur. E koka jote zemër. Si qesh. Një beret të votkël dhe unë kam një beret të zemë, do bëjmë meqi. Kebabi bereti? Qika mami sa bukur? Qika sa bukur? Një beret e voçkël, për babyn e voçkël. Gjera që s'më duhen njërës, po s'ka rëndësi. Edhe kjo tjetra pastaj. Bukur. Kian, shikoj sa e bukur mama. Apo jo? Po më duket e madhe kjo me zemër, ha? Është e madhe? Normal. Është e madhe normal? Për ai? Po pra, ai bën Kianit, i bën besoj. Shumë e bukur dhe kjo materiali kësaj që nga shumë i butë dhe shumë i ngrohtë. Kështu që i vesh vetëm këtë dhe jenë rregull. Ja mbarova Kian, mbarova. Pastaj patjetër që do t'i merr edhe një palicet xhinse. Këtë e bukur? Shikoni, ja, me këta rushin këtu, edhe është po ashtu dhe kjo 74, do t'i veshim një nga këto golfet, zemër shiko. Ja golfin body post. Edhe këtë. Ha? Shiko si qesh, të pëlqen. Kombinim shumë i bukur, ja.
Shikoni, edhe do t'ja çojmë nënës djalin kështu. Kaq, çfarë është kjo? Kjo është shtytina për gjithënje. Këto ku janë napa me ngjyra të ndryshme. Dhe ka marrë dhe dy loja, i mora për në avion këto. Kjo kështu që bën muzikë, sepse tani çdo gjë që bën muzikë dhe çdo gjë që bën zhurmë është patjetër e preferuar e Kianit. A bën muzikë apo ishte? Po kjo s'bën muzikë, ma kjo shtypet kot. E kam keq kuptuar. Nëse. Edhe gjëja e fundit. Kjo shpresoj që të bëj muzikë. Nuk bëj muzikë. Këto do t'i kthej, nuk di pse i kam marrë, po ta laqe. Këto janë që shtypet kjo. Po. Ja, badën. Këto ishin të gjitha blerit. Shpresoj që kam bërë blerje të zgjuara. Disa nga gjëra do t'i kthej se nuk është se më pëlqyen shumë. Dhe faleminderit që ndoqët video. Shihemi në video tjetër. Ciao!